Sa I përket kësaj se uzurliu dhe mustahada, domethënë gruaja e cila ka gjakdërrje jashtë ciklit dhe jashtë lehonis, kemi hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilat e obligojnë me namaz. Ne kemi disa persona, plot persona ka, të cilët për shembull kanë vuajnë nga smundja e urinës, edhe kanë vazhdimisht pika urjetër. Ki person a duhet të falet apo jo? Apo kemi gra të cilat kanë probleme vazhdimisht jashtë ciklit me gjakderdhje, a duhet të falen apo jo? Sipas hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet të falen. Sipas hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet të falen, pse? Se ai konsiderohet uzurli me arsye.